sfidat e tij në jetë. Mirëpres në studio Agron Shala. Agron, mirë se erdhe. Përshëndetje. Sa kënaqësi me të rritë në studio. Anasjellës. Faleminderit shumë për kuhën. Hajde, ratojme. E shoh dhe Arvenin atje. Arvenin e përshëndetje. Kemi këtë pjesë, apo? Po. Kemi bashk, udhëtim bashk. Si është tash, se të dy punojmë me Arbrin, pra dhe ju e keni një eksperiencë edhe unë besa më intenzive, se prej vite shumë po që jemi bashkë. Si është me punu me Arbrin? Arbrin faktikisht në projektin e fundit e kom taku edhe i thash është keq që si mi taku ma herët. Apo? Okej, uroj që të anën tjetër, ndërsa ka ju ku ka mirë, se ju e keni në përgjithësi kështu ma shumë. Jetësia bashkëpunimit e tregon se sa të kënaqur jemi me njëri tjetrin, diskutohet. Po thoja dhe shikuesve, do të flasim për shumë çka sot. Dua që këta minuta aq sa m'jep mundësi edhe ti sigurisht, ti shfrytëzoj edhe për aspektin profesional, për edhe atë më privat. Le ta nis me këtë profesionalin, sepse di që është javë kështu me emocionet përzijera, dhe di që kur punon fort me një punë edhe vjen momenti ta shfaqësh para publikut, për atë të cilën jepet gjithë angazhimi, ka një lloj emocioni më të veçantë. Si po e pret? Po, sigurisht që e presim me kënaqësi, po njëkohësisht edhe me ethë. Se zakonisht e bëjmë muhabet me kolegë kështu, cila është puna në teatr apo edhe në film, cila t'jep adrenalin ma shumë, apo cila t'i zgjan ato ethët ma shumë, zakonisht është problem mi ndavë, se në çdo projekt, po thuaj se në këtë zanatin tonë fillojmë prej fillimit. Pra nuk është që është trema në pyetje, po është ajo që ti ki punu, edhe ke punu fort, edhe mundohesh e pa angazhimin që me mri ato që e ke punu. Problemi nuk është që kanë ndjenë ti, personalisht, problemi është që kanë ndjenë ata që vinë me pa atë punë tonë. E kjo, që këtë halë e kom, a kom mri me dhonë ato që realisht me ndje publiku ose me bashkëndje me udhimin e personazhit. Është përgjithësi, sigurisht. Kam edhe kështu sigurisht në përgjithësi aktorët e shihni filmat para se t'japën premierë edhe për publikun, apo edhe për ju janë premierë po atë? Durën zemër ka ndodhë me pa në i projekt, po kove të fundit kom fillu mos mi pa. Ke zgjedh vetë kështu pse? Po, se unë për vetë ja thëmë filmi është i gjithë atyne që e kryojnë, po ka herë thëmë, ndoshta ma shumë është e regjisorit, e editorit, janë regjia e dytë e qujnë edhe, është e bukur kur ti e len dorë tyne, pra ti e ke dhonë maksimumin, leje. Sepse kur nuk ngihesh në asnjë projekt, gjithmonë ki edhe diçka me shtu, edhe diçka me hek, diçka, kështu që leje ma mirë janë të asyt tjerë që e shojnë. Për premierën konkretet, për Carmen, pra është fjalla, unë e kom pa një draft fillestar, që ka qenë dhe më dhe ajo është e para, po jo krejt filmin, pra dhe për mu është premierë. Pra 16 prilli do t'jetë premierë edhe për ju, njësoj si për gjithë. Bisedova edhe me një kolegë tjetër, është pak me ethe. është pak me ethe. Të bukura, emocionet të bukura. Sigurisht. Pra, në këtë film, që po e përsëris Raket me 16 prill premierën, dhe nuk dua që të zbulojmë shumë sepse kërshëria e publiku duhet jetë që të vita shohi vetë dhe ta përjetoj atë emocionin, po cilat mund t'jenë 3 karakteristikat e rolit tënd që kete Karma? është prej role kur jam ftu prej Esatit për këtë rol me interpretu, është një prej roleve që unë jam provoku kuqa shumë. Pse jam provoku? Pra është një provoj e re në këtë drejtim, film ma ndryshe, është një personazh që ballafaqohet me realitetet ndryshme dhe unë i pëlqej sfidat si, pra, kur ka punë zakonshme, di me shku aq larg sa di me thonë, po mund, atë nuk ka nevojë edhe me konën. Ky rol më ka provoku sepse është plot ndodhi, plot kthesa, ndoshta është prej roleve që nuk është një rol mu kap në ato se është rol linear. Pra mund të ketë kthesa për shkak ndodhive që i ndodhin tinaj edhe është plot befasin këtë drejtim.
Pra, i paketova këtu karakteristikat një thes. Me njerë duke dëgju me plot vëmendje, edhe mu kriju një farë kureshti akoma më shumë për ta pa këtë personazhe. Si quhet? Filmi? Personazhe. Dako. Dako, edhe më ka pëlqyer emri i tij. Okej. Dako, janë 3 personazhe tjera që Mickey Mouse edhe Miki tjetri. Miki po mbjen ndërmend ndërkohë. Do me thonë, edhe emrat janë karakteristik gjithë cilit prej tyne. Okej. Mbetet ta shohem. Për në me është shiju ky proces edhe më pëlqen me folë edhe për procesin, sepse kum pas bashkëpunëtor të mirë në këtë drejtim, si me Esatin si regjisor, po edhe me 2 aktor tjerë, Labinot Lajqin edhe Agron Krasniqin, bile Agronit jam mirë njës, sepse a i ka bo shumë për këtë projekt, që ky projekt do me thonë me 16 prell me u shiju. Gjithëse, ekipen për cjellë se Latifin si drejtor fotografisë, producent, gjithë dhe kostumet, grimin, përgjësi. Pra, jo mirë njësë edhe me nëzispresim i taku, sepse kanë bo punën e tyne mas mirëti që kanë mujtë. Është një film që ndërthur dramën edhe komedin. Po, bashkë. Edhe pak aksion. Edhe pak aksion. Si shkonin, kishe bo për para kombinimet të tilla të zhanrit një projekt? Parim, si aktor, unë e parapëlqej që në qofë se është dramë, pra ose është tragedi, mos më qasë si tragedi, se mu më ka ndodhë kjo dhe unë i kom punë të keqë. Jo, jeta vazhdojnë me qëtë që nga ndodhë. Jemi të primë si njerëz, jo si aktor, s'po flasë, jemi të primë si njerëz me mbulu dhe me luftu një dukuri cilën neve na përplaset. Rastin konkret, unë kom dëshirë shumë, jam marrë jetës, këtë melmes, po i thamë, edhe mi nëkuadru, sepse jeta është komplet, mbrenda e ka tragedin, e ka komedin, e ka aksion në momentet caktume, e ka intrigen, e ka dashurin, e ka pasionin, e ka ambicjen. Pëlqen mi amar këto, sepse në qofë se unë drejton aty tash rastin konkret dhe thëmë, hajtë folna pak për jetën tonë, ti kime fol një gjysore ose një orë. Po mrenda kësaj ore, për jetën tonë, ti kimi nda këtu momente që unë i përmenda që mos të përsëritna. Pra, edhe filmi është i tillë, është një jetë mrena 2 orëve, apo 1 orë sa zgjatë, apo 3 orë, nuk e di sa zgjatin zakonisht. Do me thënë, zgjatë jetë ndryshme. Pra, krejt kësaj, për mi dalë në fund, saj pyetjes tane interesante, e që po më pëlqen shumë, është që mrena komedis, mundona mi dhonë, kur kemi komedi, unë mundona mi dhonë seriozitet. Pra, para pëlqej komedinë e situatës. Pra, në qofë se në ndohë këtu, dishka, për me kesh, është logike. Ose mrena një tragedie, ka doza komike, ti nuk qesh, po dikush tjetër, problemi është të aj qeshe. Të aj qeshe. Gjithmonë të aj qeshe. Syni tjetër. Jo, që ka pëndin te, më knaq te, po publiku është shumë e rëndësishme që i plasot të tine. Publiku kur e pëlqen një projekt, kur e shion edhe në minutat e parë, po më duket mjaftojnë për me ditë se si do të jetëri dhe asaj. Por ama e ka dhe gjithmonë një kureshtje të prapaskenave. Pasi dalim, njëherë e komentojmë filmin si u zhvillua dhe më pas i kthehemi këtyre prapaskenave. A thua si mund tjetë ndodhë kjo, a thu si e kam bo këto. Gjithmonë duke marë parasysh edhe nivelin profesionalizmit edhe të kastit, po edhe të postproduksionit nëse ka të bëj me efekte vizive mandej. A ka ndodhë diçka gjatë procesit të punës që do t'ishte interesant për publikun t'a di? Po sigurisht gjatë gjdo gjirimit, fatbarësisht, na jemi vend i vogël, por ne me po flasë për komunitetin tonë, ose për aktorët po flasë ma konkretisht, një jemi me gjithë të cilin, edhe unë për pas krah vetit, aktor që për ne me kaloj mirë me ta, edhe paka shumë që njohim njën i tjetërin, për skena fillimit që jemi taku, pra që është gjiru, ka qenë problem, s'po e elaboroj skenën, po ka qenë problem se ka pas shumë qeshura, se kishim afërsi fizike, pra në kuadrë të skenarit ishin mu afru në këtë edhe ndjesha mrenan, ma ndjeshin mrenan që o ka gullon të qeshja, kemi shpërtu ju dasht me majtë pauza shpesh në këtë rritim se
Ishe pa përballueshme. Po me gjitha to dhe kjo na inkurajo i ke se të ebë një ndjesi të mirë, se e kupton që pas kemi kimi edhe artistikisht. Pra, është e bukur ku ndodhin këto. Bile, hala më të mdhaja janë kur ndodhin edhe në teatr. S'ki ka jo manë, sa aty të ndodhë, po... Edhe përfshin edhe gjithë publikun, pasaj. Dush mi involvu, normalisht. Në film është një mundësi tjetër që përsëritet dubli, apo provon mu qëtësu, po në teatr se e pa të kohën mu qëtësu, po dush mi a gjithë një qelës që me justifiku atë ndodhi që ndodhi aty. Edhe ajo është e bukura. Kjo është edhe e bukura e shfaqjes. Edhe mesin kujtime, kur nuk arrohen. Bravo që i bërë. E vërtet. Me që e përmendet të qeshurën, po në rastet kur është skenari për të qarë dhe të vjen dëtë për të qarë, si nuk e di nëse ka diçka të tillë në karma, po... Ka momente tilla, ka edhe momente, do më thonë janë bashkë aty, po flasë për përvojën që kom pasu në deri tash, normalisht që rolin e përgadit, dhe ju thëmë gjithë cili e ka një qelës të vetin, sepse nuk mund është me lidhë as me Stanislavskin shkolla e tinaj, po as me Stella Adlerin ose Lee Strasbergin që epin forma ndryshme. Ata i epin forma ndryshme, apo pedagog tonë që ka gjithë që kemi pas mrekullueshëm Petrovcin e Begollin e tjerë. Po pra që mësojnë teknika. Që ka teknikat ndryshme, që quhen aktrim metodike, nejse që mësime elaborua denej, me gjitha ato duhet me gjithë gjithë cili aktor qelsin e vetë. Qelsin që momentet caktume që ka i duhet. Edhe ai qelsi që shërben vetëm ati aktori. Unë mendoj që, po flasë për vetën në rasin konkret, unë sakt e punojmë bi ato dhe ndërton rrugën. Hapi parë është me besu ti mbi ato që e ka bënë. Por ti nuk mund është me besu në diçka që për një men nuk e analizu dhe nuk e gjërmu thellë në këtë drejtim. Kur gjërmon thellë, ti fillon edhe i beson asaj në që ka duhet edhe një lidhje emocionale. Pra, një lidhje, edhe unë e parapelqej edhe një shputje të shpejt. Që mos me... Dhe nëse s'ka nevoj me lanë gjurëm të ti ajo pjesë. Ajo mandej e bën këtë dalimin e profesionistit, pra të disht ta presh si me thikë që themi ne është. Një ndamje. është një ndarje vije hollë. Vije hollë, bravo. Një vije hollë që e ndanë këtë drejtim. Cili është, si pas jush gjithmonë, cili është misioni kryesori një aktori? Mendoj që çdo profesion është i bukur. Ky profesion, edhe me që e vone këtë pyetje si misioni tinaj, e ka një mundësi pak më të madhe për dalim prej profesioneve tjera. Sepse tash po të mendoj ty, qoftë se kisha lujt një gazetar, sigurisht që unë kisha e volumtu dhe kisha bisedu me ty. Pra, misioni ti mendoj që është mi qitë në pa çdo profesion tjetër, mënyrën e jetesës, kulturën e një vendit, traditën e një vendit, gjitha vërtytet të mira, apo edhe najtë metë që me mujtë me renovu në rrugës si shoqni që jemi ose periull. Pra, është një farë pasqyre e një epoka apo një periulle që e jeton. Që është i përfshim në gjitha. Se dhja rumbullaksova mirë se... Totalisht i qartë. Po ama jom i hapur në këtë drejtim, edhe në këtu që avëna vjenë. Do për këto, pa i mendu fort... E di. Jam kërështare të kaloj nga kjo. E ke... Në kohën kur ke studiu, ka qenë një kohë e vështirë për vendin. Edhe duhe ditë këto rrethana. Të ka shku në përmendje, pa e ke... Duhet ke qenë dështave si ide, si që ka qenë e gjithë shqiptarve të shlirohemi, t'i kalojmë gjitha të vujtje. E ke mendu prej atëherë, pra sa të theksuar e ke pas vizionin për vetën të ndë si aktor? Apo, rrethanat asaj kohë e vështirë që t'kanë lanë me shpresu për më shumë? Apo e ke mbajt shpresën brenda? E bukura është që shpresa duhet më mbajt brenda, edhe duhet gjithmonë me ushqyja, me ushqy pa tjetër. Unë mendoj që e kom ushqy këtë shpresë, por kur e përmende kohën e kaluam për ju dhe në cilën kemi kaluar që më smi, unë vi prej një gjenerate prej familjes të madhe, unë atë kohë me pa përmend që
ti ki më bo një aktore, se ti ki me lujtë që aty. Bëne pak akshme. surreale. Surreale, realisht. Po du me nda një dëbardh me ty, një ndodhit dëbardh, kur kishim detyra në shkollë, edhe atër ka qenë gjatë javës në TV. Unë ju gonë si i përcip që shkojsha mirë që ka gjatë javës, filmat, me bo me pas filma, unë e kom ditë sak me vetë, në gjumë e kom ditë që ka qora, kështu filla. Edhe një prej netve, një vla jemi që me më hik mu qafe prej aty, se të kemi këqyraj mash lira, që ka di unë që ka në ambicja atinaj, ta shko me ra, se unë i tash nuk shkoj se du me këqyr filmin. Tash aj nuk mujke bëm qu me ra, se kishtë tonë atë autoritet ose atë pushtet, ta mirë qa ki me mësu, qa ki me mësu, a i ke bo detyrat. Në atë moment punoj kryt mirë, thash po, i kom bo, kom pas një poezi, thash po e kom mësu. Hajtë thuje, unë janë njësa poezi, s'pe thëm, jasë se ke mësu mirë, ka për mësaj. Edhe, tha, këtheja shpinën për televizore, e kom qyrë filmin me shpinë, e kom qyrë filmin. Dhe gjojsha, zot, unë nisha ma lumë të rinë botë, veç që më ka një zonë, me kaqë, jëmë pajtu. Dhe me dhonë, për me lidhë këto, me pytin që e për mene, u konë për ju e fështirë dhe, po, unë ju thëmë gjithëve që, jo shembulli më marë të unë, se s'ashtë në ata, po, ju thëmë gjithëve që, djegë një andërë në juve. Ndave të bardhë, i the. E bardhë shumë pëlqen. Bardhësi ka njërën që shëshonë, se... E vërtet. Sepse është familje, është raporte nguca, apo dhe në vogla që ndodhin. Edhe unë i duat për jullë mas shumë, edhe pse ka qenë mjë thonë, unë sot i kom të fmit, edhe vajza jeme Arja, ma bënë, thotë, atë ka pëlqy shkolla. Si ka problem në shkolla, dhe po më duke që të thmit, të është gjitha ndej këj problem. Unë i thash po, edhe po më këqyrë shu dhe me... Që shka mundësime të gjy. Po mi thonë unë që jo mikë prej punëve për më shku në shkolla, jo se beson të, kështu që... Unë nova mi asë qaru pak, po se disa e o marrit. Ko tjetër, e vërtet. Definitivisht. Për të lidhë me këtë të bardën, ku është e bardha është edhe e zeza. Dhe në fakt këto të zezat, të ku ju referu ndoshta shenjave që në ambesin gjatë edhe si popull, edhe individualisht, sa do që kur i kujtojmë na silin memoria jo të mira, pra edhe ndjesi jo të mira, ama gjithmonë e flasim këtë që nuk bën me u harru. Janë pika, njollat të zeza cilat nuk bën me u harru, sepse diçka që harrohet, thonë përsëritet. Dhe në këtë periudhën e studimeve tuaj, në një periudhë trazirash për Kosovën, periudhë lufte, cilën e kem atë memorien atë shenjen më të zezë? Periulla jonë, unë si fëmi, ose edhe në shkollë fillore, kur kemi qenë, a jemi rritë me protesta, dy dalë në protesta dhe ty. Edhe i kom taku një rajonit t'ilë që gjithmonë ka ditë me dhonë shumë prej. Po, kur erdhe në momentet e luftës, unë u kanë student, edhe atëherë në atë periull, vllai bujari, dëshmor tash, e dita që i ka do me pytë për këto, po sigurisht që në ato zona u patëm involvu në këtë drejtime dhe po me që aju involvu me vllajnë tjetër me Haxhiun, mu nuk me ti vend Prishtinë. Edhe u dashtë me shku, mi u bashku atyne. Pa e zgjatë shumë këtë drejtim, dhe me thonë si pike zezë dhe si periull që ka qenë plot ajo periull që realisht gropon të unë apo gërman të unë është periulla se bujare ma nuk është. Pra, a i ka pas në mars për vjetorin, po jonë ajo periull nga jemi rritë bashkë edhe kanë ditë me në tjirë edhe ne me në tina, i zakonisht se jemi konë si njëjtë bardë, dytë, vegjel, ta thmit që lujnë shumë që ama është periull që normalisht dhamë kur mungesa që kur nuk heket, po është ajo momenti krenaria që ani kemi kësi djemsh që
ju dalin zot vendit vetë, epin ato ma të shtrejtën që është për lirinë e tjerve. A e kuptu t'ju po atë ditë për rënjën e ti? Po, e kemi kuptu. Janë momentet rana që kisha pas qef në herë tjetër me ja laboru. Me laboru, po deri në këtë pjesë nuk e kom ditë që kime më pytë këtë drejtim. Po, si të qoftë është të bukur, sepse është pjesë e jetës teme, edhe për shofë fotot që këta, në mes është Agjia, Bujari është kjo në djathë. Janë fotografi publike, pra ndaj kemi marrë të drejtën me i shfrytëzu. Mua është janë pjesë e jetës teme, edhe janë periuda ma e bukur e... Po du me nda me Bujarin me lidh me këto pse janë këtu. Zakonisht, vesha studime, kur këm pas provime, gjithmonë ka ardhë Bujarin provime. E kisha provimin e aktrimit, në duket, mos nga po imitimet e kemi pas, po kom arro. Ramiz Kilmendi Indjeri tash nga do shumë, gjithashtu dhe në vetë Petrovci nga do shumë. Jënë më dy prej pedagogëve që s'ja varë, ma bëjke Ramizi pe janë jem. Pe janë jem, gjithmonë ma bëjke. Unë jëmë prej Rashicit Pejes. Edhe patar Bujarin provim, kur dola unë në skenë, e pash ftyrën e ti të mqyrë madhë, nga zlimin e madhë. Mësën e në erdhe dhe më uroj mrena në garderobë, tash profesor e Ramiz, Indjeri, respekt për ta, që shumë kemi për në gjanat, për ju je ka uru atinaj. Po, tash kur ja uroj atinaj, po më trajgon, tha që shtu ka orë profesorin, qofë se thot, diqka vëden djetë që ja ku më ru, thash, a veç profesorit, të da, kuj tjetër. Ama, ma lypë, kur jom s'ken, normalisht që e lypi me sy ku ashtë. Bukra. Një bujar shala është në familjen tuaj, edhe në jetë. Sa ka rrit kjo me mbush pak atë boshllokun e mungesës ti? Për fatë bardhë, unë e kom nanën gjallë se është e fështirë kur nanat tura në përgjësi për cilën të mitë e vetë. I pa të thonë e rapëshetu mu shpia prapë. Zdisha që kam e thonë, bujari ri, thëmë unë e tash, nuk i kemi thirë dhere i vorë në bujarë. Dhere i saj u rritë, u boj vetë dishëm, tha, për dishka e kom këtë emën, mos ma prish një emrin. Edhe reagoj se nuk e përballojshim me... Unë iva keq kur ma tha këto bujari i ri tash. Unë iva shumë keq, sepse pa vetë dije me problemet, ose me mungesën tonë, ti shkakton edhe një diçka që kurse si zbën me shkaktu. Sigurisht që është plot, sepse është një djallë fantastik, që është që e bartë atë emër, trashëgon për një me përgjithësi këgja madhe, sepse ta djemë jonë gënë tja që zakonshëm. është përgjësi për to, e di që kemi ngarku edhe kom dilema, ishtë dasht, po për shkak nënës edhe të babes, është e bukur kur e shojnë që po vinë bujara, po vinë emna e dëshmore që për të rijen edhe nuk bon mu arru kur, edhe pse të dhamë, edhe pse ki munges, në asë të mënyrë nuk bon mu arru ajo ma e madhja që është hynorja që ata e kanë dhonë për lirin tonë. Pra, gjyshja, pas ka fatë me shtëpinë e mbushur me nipa e mbesa. Këtë të dalë tash tek familja jote e ngushtë, pa themi, edhe të fëmijët. Të ka ndryshuar, pra, në ardhjen e jetë fëmijët të parë, flas, të ka ndryshuar fokusi, apo a ka qenë e vështirë për ty me imbajt balancin edhe të karrierës, edhe të ati rolit të babait në shtëpi, sepse profesioni juaj, pra misioni i aktorit, si që falem, është kogja intenzive dhe është i lidhur me shpirtërorën, po e deshe, pra, duhet ta bësh 100%, o s'ka me gjysma. S'ka rrugë mesme, nuk ka... Problemi unë, u pas një fatë madhë se jam mirë njës, e para se në artë mija, unë pas Norën, pra, që jam mirë njës gjithë jetën që veç e ka ndimu rrugtimin të em. Njëkohësisht të gonë edhe Agjia shumë që e ka ndimu rrugtimin të em, që jam ty në dy njerëzve jam mirë njës të një jetën. E kanë letu një jetëritim. Po më ardhin e thmis,
e që është ma e bura, e që do të doja këtë botë kush mos të kalon pa e pas një fëmi, ose shumë fëmi, ndryshon njëri pak. Po këti rrugtimi, me ardhën një djalë djarit, e me pas edhe të dy vajzave që janë bota vetë, e me to besa pendojmë skenën ka njerë, e ra një film me lujtë bashkë, se di mushësh, është çdo periudhë jetës është... Emocion me nda skenën? Bajrush Mjaku më pa thonë, tha agron, gjatë gjirimeve të filmit Last Exit të Bikim Gurit, agron unë njëherë e këmë bo këtë punë. Se më pavë të shqetsume, kishim një skenë në burg me i gjiru, edhe unë, edhe në rregull, po kur hynëm në burg, kur i pash ato procedurat që ka ndodhin, nisi me më kap një farë, një ngulfatje, një... Qa ku më bo? Ashtë në rregull me pa të thmit të... Ato ka leshin letë, po, hajtë se unë tash e më shepsha. E tash, po, edhe kur ndajshim skene me të tha njëre ku më bo, unë nuk e bëj ma. Se ti nuk e ki ma mendjen që ka po ndodhë me ty, me personajin tonë, tha, po e ki mendjen të thmija. Nuk e dim, duhet me pa, se ku më pa filmin, ende. Duhet me pa filmin, po që ka qene bugur... Nga ndjesia na përforcohet ajo teoria që i vetëmi njeri që do të shohësh më mirë se vetën, është fëmiju. I ka ndiku atyre personalisht pozitive kjo në aspektin që ta shohin, sa të vogla që janë, që ta shohin të ardhmen e tyre diku në botë të artit? Vajzës vogël po, vajzës vogël po. Po, ajo po thotë unë du më bo aktore. Okej. Edhe... Thellë brenda jush, a po të pëlqenë si... vendemi saj i kësaj moshe? Kur flasë me kolegë nalëna dhe mendoj, thëmë, mos i më kajtë të proj se mija jëtë, po unë e shonë i rëzatim të ajo është. Ky profesion, dhe i vetëmi profesion është që ky vendi jonë jënë përmend shumë prej tranzicioni që ka pru, jo lidhje, jo, i vetëmi profesion që s'mund është me lidhje, me konë skenë, sepse ki me dalë para publiko është ky profesion. Atë koston në qofë se ke bo një leqe rrugës, ki me pagu ti vetë. Lidhja vetë me që duesh me kryu me publikun. Ja është ki me dalë para tyne. O je, o s'je. Unë e shoni rëzatim jo të zakonshëm të vajza vogëlarja. Po, ta shohin që po bëna, ajo lujti edhe në filmin që fitoj të Visar Morines në... O, zotë që shpo më upin emnat. E më kejnë tema që janë pak si më koni përgaditur në këtë rritim, sidomos për këtë emocionale, po... Pra kryesisht mund të dim që në një të ardhme mund të shohim vajzën sërish krahteje në ndonjë projekt. Po, pa tjetër, bile, nështë edhe më te, i urojmë sukseset më të ndaja, cila do që tjetë vendimi i saj, apo i tyre në përgjithësi, sepse nuk dyshoj që si çdo prind ju qëndron mbështetëse dhe krah tyre, çfarë do lloj profesioni apo ëndre që dojnë me ndjek. Pa tjetër, gjithsesi. Agron, dekada më ndihmo saktësisht me vitet në aktrim, pra të tuat. Di që janë dekada, po atë ka humbe dhe ty numrimi? Jo, problemi është që unë njëna fort djali ri, kështu. Okej, në shto 25 vitet të tua jetë. 96 më kom fillu me skenë, po thuj se ato parasitit e para në skenë, deri sot. Shumë projekte, të ndryshme edhe në teknika, pra falem edhe për emocionet që t'i jap shfaqja, ato që t'i jap filmi, serialet, e dim që janë totalisht të ndryshme, po a ke si aktor një dëshirë që e kërkon shumë të ta dhuroj aktrimi, një projekt që do doje shumë ta përjetoje në karierën tënde? Tashti, ky shabloni që thojmë, jam i plotësum, problemin këtë profesionin tonë, se gjithçka fillon prej zeros, e krym këtë projekt, vjen projekti tjetër dhe ti je gjithmonë prej zeros. Mendoj që kriju s'duhen me pas si ëndrash, po zakonisht në teatr i kanë që lypin role, për shembull ose pësaj Hamleti, figurat njofshme. Ndërsa në film, mendoj që është skenari, një skenar, pa një skenar të mirë fillit, mund është me të regu që je aktori mirë, po je vishë aktori mirë, është kushti bazë me mënë, ose
filmi është i mirë kur është skenari, apet filmi është i mirë kur është apet skenari i mirë, apet mendoj që filmi është i mirë kur është skenari i mirë. Pa një skenar të mirë, s'ka film mirë. Gjithmonë jemi tetur që me pas skenaret të mira në këtë drejtim, edhe fatbarësisht na kemi dëshmu që për një me kinematografia është mirë, por një kohë, një periudhë, e këmë pas halë, thësha, mundëm me vazhdu këtu suksese që kanë ndodhë prej regjisorëve, prej Blertës, prej Visarit, prej Altrines, prej shumë rezimësime emra tjerë, a kemi fuqi me mbajt këtë ritëm për shkak se jemi vend i vogël. Po, qësh po duket po, edhe e bukur, po pse ndodhë kjo, unë mendoj që jemi plot gjithë cili prej neve. Pra, jemi gjenerat që kanë ndru sisteme, kanë ndru e këtu që e përmene pare hijet zeza, jënë që të mushin plot. Kur ki kujtime plot, ti je i gatë që mu valafaqu me... Edhe po e dëshmojnë fakt, juve që po e mbajmë tregun në Kosovë, po edhe ato ndërkombëtarë, po suksese na bojnë. Sukseset e këtyne kryuzve në përgjësi, jo veç tyre, po në përgjësi kemi kryuz mirëfillin saj përket kinematografisë. Unë jam shumë i lumtur, edhe pres që kanë ndodhë projekte, edhe do të ndodhin. Jam në minutat e fundit, këta do t'i kthej sërish të karma. Beson vetë në karmën këtë teorinë që çdo gjë që bën në jetë të kthehet në çfarë do lloj mënyre, pa qoftë në të mirë. Në ato që ma ka mësu jeta mu. Jeta më ka mësu që ti dush me konë rahat me vetin. Nuk ka halli që du mi u thonë gjithve, nuk ka halli që ka qopse unë në shëjme një fjallë ose të ofendoj. Halli është ti kur të shkojsh mas një punet mirë që ke po, mu shtri edhe mu një mirë. Sepse tam shu dikush ajo kalon, është kaluse. Ti mu një lufta është me vetë, nuk është me tjertë. Ti raja pastër, tjerat vinë vetë. Ajo ndërgjegja në fund me vetën. Në filmin, përgjatë procesit, the që të pëlqen edhe shumë të flasësh për proceset, unë po mundohem që t'jem fort e kufizuar të filmi se s'dua dhe me zbulu shumë, po ka qenë për proceseve të gjata, pra nëse marrë unë bullakson kështut në periudhë kohore. Për sa totalisht ka marrë punë si procese dhe cilat mund të kenë qenë 2-3 skenat apo lokacionet më sfiduese, po themi. Po mundona mi kujtu se filmi e ka një periudhë që është gjiru, edhe një periudhë kohore dhe sigurisht nuk harrohen, po kur balafaqohesh për momentin din edhe me të kalu me tik, të shka tash, mas emisioni, këmë dhe, se s'ka të folë ta, se thash ta. Po e qartë, po e momentit, qka të që të vjenë. Si proces, ka qenë fenomenal për shkak kolegëve që i përmena, i përfshi gjitha sektoret, jo veç të aktrimit. Ka pas momentet tila që për me e keni sfit, për shemëll të skenat kur janë përfshim, janë kogja masive, është pak problem për shkak të organizimit, për shkak, një është pak i stresum, se ti do me mëri atë pjesë që ke mendu me mëri. Ka pas si momente kogja në film, o ka pas edhe pjesë kur ke pas, për shemëll, që është ma ngarkume si emocion, e që janë momente, është momenti kur e kujton një të kalume personajit Dako në këtë rast edhe këthet balafaqohet me vetin, po balafaqohet edhe me njerë që e rrëthojnë. Pra kënë kogja si këthes me nëzër, po më mendoj të ashojmë që shka dalë aty. Qka të doje të thonin shikuesit pas si të shohim, pra kur të dalin nga kinemaja dhe ta kem pa filmin. Cili koment do të kishte knaq nga pritshmërit kështu? Unë ju thom shikuesve që personazhi që unë interpretoj është Dako, edhe ai e ka një thonje që thotë kjo është historia jeme. Në moment caktuar gjithë cili kemi me thonë historinë tonë. Mënyra varet farë mënyre përcaktohemi apo na jepet mundësia me thonë. Mendoj që gjithë cili personazh ka me gjetë sobësat jetës vetë, brenda këtij filmi jo veç të Dako, po edhe të personazhe tjera. Jam besoj shumë që kanë më kënaqur momente caktume, kanë mundi, çka ndodhe kështu, po që
du mi u thonë gjithve është kjo që e thu, kjo është historia jeme, cila është historia jote. Bukur, me që jam në fund, Arbra, ke ndonjë pyetje për Agronin? Jo, nuk kam veç. Ato në besoj që është një realizim shumë i mirë që u bo, është një punë shumë e gjatë e projektit. Më thonë, në muzikën e kam punu dikon për mbi periudhë 2 vjeqare, edhe ka qenë sfiduese se edhe post-produksioni është po ashtë dinamik sa edhe pri-produksioni, edhe produksioni e gjirimet, sepse ka elementet që mënën e me ndryshu gjatë periudhës gjatë, do më thonë 2 vjeqare, ku diçka vendoset, më eliminu, diçka mushtu. Po, definitivisht edhe për mu është një pej projekteve më të mira që kam punu, se si muzikant mu ka jep hapësire mjaftueshme, do më thonë me shfaq edhe talentin tim në kompozim të filmave të gjatë. Që knatësi, definitivisht. Kështu që sukses e ekipës. Agron, të falimderit shumë, të kërkoj ndjes nëse të kam bo me undi jo rehat. U thashë dhe shikuesve në fakt është edhe... Unë gjithmonë insistoj për këto. Gjithmonë me kufit ku i shoqët tëftuarit i kanë, që për te i së gjithave, para se me qenë aktor, para se me qenë profesionist, jemi njerëz, kështu që është shumë e rëndësishme ta shfaqim edhe këtë anë njerëzore, sidomos për diçka për cilën duhet jemi krenar, pavarësisht që dhimbja jeton me neve. Para zero duhet jemi njerëz të mirë. Njerëz të mirë, sepse ajo mirësi reflekton edhe në punën tonë, në familjen tonë.